Para se ta presësh për sallatë, zbulo pse shepa konsiderohet një nga perimet më të vlefshme. Shepa ka veti të shtojë lëngun tretës të stomakut, të rrizë veprimtarinë e veshkave, duke shtuar jashtëqitjen e urinës, të vrasë disa lloje mikrobesh. Në saj të këtyre vetive, shepa përdoret kundër mbajtjes së ujit në organizëm, sidomos në pjesën e poshtme të trupit. Ajo ndihmon tretjen e ushqimit, hapjen e oreksit, lehtëson të dalët jashtë, shëron plagët e ndryshme dhe sëmundjet e gojës. Këto veti ajo i ka në saj të lëndëve që përmban sidomos të acideve organike dhe të vajit eterik me veprim antibiotik. Shepa përmban edhe sheqerna, yndyrna, proteina dhe pak vitamina si B1, C e tjerë. Luspat e anshme të kuqe të saj përmbajnë quercetin dhe acid protokatetik, të cilat kanë veti ngjyruese. Nga mjekësia popullore, shepa u këshillohet të sëmurëve që vuajnë nga prostata për të paksuar frekuencën e të urinuarit. Rezultatet e mira në indikacionet e përshkruara tek vetit arrihen duke përdorur disa kokra shep në ditë, sipas rastit 2 deri në 6 kokra shep mesatare në ditë. Si mjet diuretik dhe sidomos kundër ashitit mund të përgatitet një çaj mjekësor në këtë mënyrë. Merren 300 gram shep, shtypen në havan derisa të kthehen në qull. Pastaj në to shtohen 100 gram mjaltë dhe 600 gram verë të bardhë, të gjitha bashkë përzihen derisa të kthehen në një lëng të njëtrajtshëm dhe lihen kështu 24 orë. Pastaj lëngu kullohet e pihet 2 deri në 4 lugë supe në ditë para buke. Shepa mund të përdoret edhe në formë alkolature, e cila përgatitet në këtë mënyrë. Merren 100 gram shep, coptohen, shiten në 100 gram alkol 90 gradë dhe lihen për 10 ditë. Pastaj lëngu filtrohet dhe përdoret në masën 2 deri në 4 lugë kafeje në ditë për të shtuar urinimin si dhe në sëmundje të zorëve. Luspat e anshme të kuqen vjollës e tjerë të thara të shepës të 4-5 shepeve, 50 deri në 100 gram, zihen në një xhezve me ujë. Çaji kullohet dhe pihet i ëmbëlsuar në darkë për shqetësimin e kollës. Po ky lloj çaji pihet edhe kundër heqjes së barkut, duke pirë 3 herë në ditë nga një gotë çaj para buke për 2 ditë rresht. Në lëkurën e dëmtuar, goditje, qelbëzim, marth e tjerë, vihet në formë llapaje, shepe gririmët e përzier me pak grip. Në venat e zgjeruara, varikse, vihet në formë llapaje për 8 deri në 10 orë. 1 kilogram shep e grir imët mënjanon mbushjen me gjak të venave duke lehtësuar në këtë mënyrë të sëmurin. Një gërvishtje të freskëta ose në plagë të shkaktuara nga shpuarja vijnë drejt për drejt në plagë cipat e luspave të shepëve, të cilat lidhen mbi vendin e dëmtuar. Në këtë mënyrë mënjanohen infeksionet kur mungojnë antibiotikët për të paksuar frekuencën e të urinuarit tek të sëmurët që vuajnë nga prostata. Shepa përdoret në këtë mënyrë. Një shep ndahet në 4-5 pjesë, futet në një enë, kushtohet një gotë me ujë, lihet tërë natën. Të nesërmen, lëngu kullohet dhe pihet në mëngjes esëll. Kjo dozë përsëritet për 40 ditë me radhë. Për të lehtësuar të sëmurët në astma, këshillohet shurupi që përgatitet në këtë mënyrë. 300 gram sheqer hidhet në një enë, e cila ngrohet mbi zjarr derisa sheqeri të shkrijë dhe të skuqet. Në këtë kohë në të shtohen 9 lugë gjelle me mjaltë, mundësisht i pa vënë në zjarr, 2 kokra shep të grira imët dhe 1 litër e gjysmë ujë. Përmbajtja zihet derisa të shterojë gjysma e lëngut dhe pastaj lëngu kullohet. Nga ky lëng merren